Një ngjarje e rëndë kriminale është shënuar mbrëmjen e së njëjtës në qytetin e Bulqizës, ku mësohet se shtetasi Alban Tançi është plagosur me 2 plomba nga të shtonat e armës drejt tij. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të komisariatit të Bulqizës, ku 32 vjeçari Tançi po udhëtonte me automjetin e tij, teksa autori dyshuar i kësaj ngjarje shtetasi Halit Bayraktari ka hapur zjarr, duke e lënë të plagosur. Sipas policisë, ngjarja e mbrëmshme ka ardhur si rezultati i një konflikti të mëparshëm mes Alban Tançit dhe Halit Bayraktarit, të dy 32 vjeç. Mësohet se Tançi ka marrë 2 plomba në këmbë dhe ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Policia ka shpallur në kërkim 32 vjeçarin Halit Bayraktari, i cili akuzohet për veprat penale, vrasja e mbetur në tentativë, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Mësohet se Alban Tançi është me precedent të mëparshëm në fushën e krimeve ndaj personit. Në vitin 2020, ai u arrestua në akuzën e gjobëvënies ndaj një biznesmeni kromi, ndërsa në vitin 2019 ai kishte plagosur në dorë një shtetas për motive të dobta.